Humbja e nënës, momenti më tragjik. Ledina Çelo u bëra e fortë për djalin. Këngëtarja shqiptare Ledina Çelo ka rrëfyer si rrallëherë jetën e saj private në ekran. Teksa ishte e ftuar në një emision, ajo zbuloi se teksa ishte në pritje të ëmbël me fëmijën e dytë, mori lajmin tragjik se nëna e saj kishte ndryruar jetë. Më i vështirë, të them që ka qenë momenti, unë bëra një lindje cesariane. Ai ka qenë një moment shumë i vështirë sepse ishte vërtet shumë i vështirë lindja. Doja të bëja një lindje natyrale dhe sigurisht e vështirë është edhe humbja e prindërve. Isha shtatzën me djalin, 3 muajshe në atë kohë dhe marr lajmin që nëna ime pati një infarkt dhe aty ishte një moment jashtëzakonisht i vështirë për mua, por u bëra e fortë. Bashkëshorti s'donte të ma thoshte, isha e papërgatitur, ajo ishte e papërgatitur si... Thash, Ledona, po vjen një fëmijë, bëhu e fortë, tha ajo.